Dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Zotit ton Jezu Krisht. Në korrikun e vitit të kaluar përjetova një nga momentet më të vështira të jetës time. Më diagnostifikuan me kancer në stomak. Në atë moment erdhen shumë mendime të trishta. Mendoja për djalin tim, për bashkëshortin tim, për prindrit e mi dhe familjen time. Mendoja se do të vdisja për shkak të asaj sëmundjeje, sepse diagnoza nuk ishte më e mira. Megjithatë kur nuk e vura në diskutim se përse po më ndodhte kjo. Vetëm i kërkoja Perëndis forcë për të përballuar gjithçka që më priste. Në ato ditë, Zoti më foli në profecinë e Tij të shenjtë. Perëndia më tha të mos shqetësohesha sepse do të shërohesha, se çdo proces do ta kaloja nga fitoria në fitore. Vëllezër dhe motra, unë i besova dhe u kapa fort pas këtij premtimi të bukur. Gjatë gjithë kohës ja kujtoja këtë Zotit dhe i kërkoja të mos lejonte që të turpërohesha. Pasi mora parashikimet jo të favorshme dhe pak inkurajuese të mjekëve, Zoti u shfaq përmes tyre. Çdo herë Perëndia u tregonte mjekëve rrugën e duhur. Bëra shumë analiza, kimioterapi dhe kur po kaloja momentet më të vështira, mjekët vendosën të më hiqnin stomakun. Vëllezër dhe motra, Perëndia pati mëshirë. Ai ishte i mirë, i dashur, dhe na vendosi gjithmonë pranë personat e duhur, por më e rëndësishmja ai përmbushi premtimin e tij. Dhe dua të dëshmoj se Perëndia më shëroi. Pa premtimet e Perëndis, pa besimin dhe pa dashurinë, asgjë nga këto nuk do të kishte qenë e mundur. Këtë e dëshmoj për t'i dhënë lavdin dhe nderin Zotit ton. Mirëmbrëma vëllezër, Zoti ju bekoft. Dua të dëshmoj për të përlëvduar emrin e Atit ton qiellor. Para pak muajsh Zoti tha motrës time në profeci se duhet të lutej shumë për familjarët e saj dhe të përmendte në mënyrë specifike emrin e personit kur të lutej, pasi ky i fundit do të ishte në rrezik vdekjeje dhe Perëndia do të ishte ai që do të madhërojë dhe do t'i ruante jetën. Gjithashtu Zoti në profeci tha mbesës time 14 vjeçare se një familjar i saj do të pësonte një aksident dhe i kërkoi të lutej shumë, pasi në fund do të ishte ai që do të manifestojë në atë situatë. Gjithashtu i tha një prej motrave të mia se do të rikthente në jetë një familjar që do të ishte në kthetrat e vdekjes. Me kalimin e kohës ndodhi aksidenti im në 20 korrik të vitit 2024. Dola nga puna rreth orës 10 të darkës dhe ndalova në stacionin e autobusit për të kthyer në shtëpi. Mbaj mend vetëm një goditje dhe më pas momentin kur u zgjova në një klinik në orën 1:26 të pas drekës së ditës vijuese. Pasi isha shtruar 2 herë në reanimacion, nuk kujtoj shumë detaje nga aksidenti. Kur u zgjova më thanë se një mjet automobilistik i tipit Ram 1500 më kishte goditur. Në Amerikën Latine ky mjet njihet si me emrin kamionçin. Më kishte përplasur dhe shoferja kishte mbathur. Qëndrova në reanimacion për 8 deri në 10 ditë. Familja ime jeton në Kolumbi. Flisja me ta me anë të videotelefonatave, por nuk njihja as nënën as motrat e mia. Mjekët thoshnin se gjendja në të cilën ndodhesha nuk jepte arsye për të jetuar. Kisha çarje të ligamentit, një frakturë të sternumit që është kocka e shesh në qendër të kraharorit. Një lloj frakture që sipas mjekëve, njerëzit përgjithsisht nuk mbijetojnë. Mjekët ishin të çuditur për faktit se unë vazhdoja të isha gjallë. Për më tepër kisha edhe këputje të ligamentit të përparëm dhe të pasëm të gjurit të majt. Gjuri im mbeti i dëmtuar rënd prej kësaj. Duhet të më operonin për të trajtuar ligamentet. Unë nuk mund t'i përthyeja gjunjët. Lutesha shtrirë dhe i kërkoja Perëndis të më shëronte. Çdo gjë e bëja ulur ose shtrirë. Një ditë i kërkova Perëndis të më mundsonte të përthyeja gjunjët dhe të më ndihmonte, pasi ishte i vetmi që e dinte çfarë doja të bëja unë. Një ditë vendosa të gjunjëzohem dhe e bëra, dhe ju luta Perëndis ashtu. Pas kësaj, ndjeva që gjuri nuk më dhëmbi dhe e përsërita edhe herë të tjera. Dola nga spitali, edhe pse prognozat e dhëna nga mjekët nuk e parashikonin të tillë. Megjithatë, procesi më pas ishte shumë i vështirë. Duhet të nisja fizioterapinë dhe dhimbja në gjuhë u bë e padurueshme. Mjekët këmbgulën se duhet të ngrihesha në këmbë, në fillim me ndihmën e një karikeje me rrota, më pas me anë të një mbajtëseje për ecje, e më pas me paterica.
Tani që flas këtu përpara jush, po përdor bastun dhe jam gjallë, e po jap dëshmi rreth madhështisë së atit ton qellor që më riktheu në jetë nga vdekja. 7 muaj më parë më bën një rezonancë magnetike për të vlerësuar gjendjen e ligamenteve dhe për të planifikuar operacionin për ndërtimin e ligamenteve. Për rabin e mjekëve, ligamentet ishin tashmë të rindërtuara. Mjeku më pyeti se çfarë kishte ndodhur dhe unë ju përgjigja: kam mjekun më të mirë të botës, Perëndin, atin tim qellor. Tani vetëm më bëjnë kontrolle periodike, më shoqërojnë fizioterapistët për të rikuperuar lëvizshmërinë e plotë. Kam besim se shumë shpejt do ta heq bastunin dhe do të ecë sërish si kam bërë më parë. Të gjithën këtë e dëshmoj për të nderuar dhe lartësuar emrin e atit ton qellor.